Po gjatë kësaj karriere normal që ka edhe veprime shumë të mira, po edhe ka momente shumë të mira, po ka edhe momente shumë të vështira, për arsye se vetë sporti është ashtu, me momente të mira dhe të hidhura, po pe momenteve që i kujtoj mas shumti, dhe me thonë normal çdo kupë dhe titull i fituar është, dhe me thonë gërthen veti një moment shumë të madh. Po besoj që pe momente mas shumti që e kam kohë ka qenë këtë vit. Unë e kam kalu në një problem shëndetësor gjatë pushimit veror edhe dikun para 4-5 mujsh veç kom arrit me kalu ato, ku gjithë kanë mendu që unë do ta ndërpres karrierën time basketballistike, unë kom arrit dhe me thonë me u rikthy edhe me kontribu me fitu Kupën e Kosovës. Kështu që ajo lojë që kemi fitu Kupën e Kosovës më ka bo me konë shumë emocional edhe më ka bo me undi tepër krenar me vetën, se me të vërtet për një momenti shumë të vështirë me ardhe dhe me qenë kontributës që me jasjet qytetit një trofe u konë prej momenteve që nuk do të arre kur. Ishin problemet shëndetësore ato që të bënë që me u largu për një kohë prej basketbollit, po besoj që në atë kohë ke marrë mesazhe, komente të shumta, sidomos me pyetjen se a do kthehesh përsëri. Ke pas shpresa që do kthehesh? Me thonë drejtën, unë jam tip që luftoj edhe nuk dorëzohem kur, edhe gjatë kësaj periudhe komendu veç qysh muna me u rikthy sa ma mi që është e mundshme. Edhe pse doktorët nga njerë e shprejnë me atë skepticizmin e tyre që nuk dihet, disa prej tyne se si do të shkojnë rrugës, unë do më thonë komendu veç, kom thonë se kur kom me dalë për spitalet dhe përdu me fillu, me vazhdu, po ja që ajo më ka dalë mirë dhe me të vërtet ka dashur Zoti, faleminderit ti, jam rikthy këtu ku jam edhe me të vërtet është të shku shumë mirë, shpresoj që me vazhdu kështë. Pas rikthimit në stërvitje, pra synimi kryesor pas ka mbetë Kupa e Kosovës, që veç se e ke realizu këtë dëshira. Po si synimet nuk nale kur. Gjithmonë njeri ka synime, po spori ka qenë dhe me thonë rikthimi, ajo pika se unë jam mësu me kanë lejtari cili gjithmonë luftan për trofe, edhe kër e kom po vetën që e kom rikthy vetën atë pikë që me të vërtet me kanë aje që do të ndihmoj ekipën, reprezentacionin, gjithçka ekipën që me posë rezultat, atëherë me ato jam mas shumë t'i këndar. Po sa është me rëndësi, sidomos edhe për sportistët në përgjithësi të rinj të marrë parasysh sportet si basketbolli dhe sportet tjera, janë shumë të hapura për lëndime. Ndoshta ndodh një kohë shumë e gjatë e rikuperimet, kthehet apo s'kthehet përsëri në sallë apo në fushë. Ke pas momente dorëzimet ndonjëherë apo gjithmonë ke luftu edhe me veten, edhe me ndoshta edhe ndonjë lëndim që e ke pas për t'u rikthyer sa më shpejt? Pika me adoptë të sportistëve është dhe më thonë lëndimi. Ata me mujtë me hekë për sportit, kështë me qenë shumë mirë, po ja që nuk eksistan aja mundësi, po unë jam një tip që para se me ndohë një problem, para se me ndohë një lëndim, para se me ndohë më ndohëm që sa ma shumë i nejtë gati, asoj që mos me ardhit ajo. Po me momentin që ndohë, unë do më thonë fokusin asë njëherë nuk e orientoj pse ka ndohë. Gjithmonë ka ndodhë në regull, tash duhet me gjithë mënyrën se si është mas miri me te i kalu ato. Kështu që asnjëherë nuk kum ka shku mendja që me thonë, okej, bol. Ka qenë, me thonë, tash jem 34 vjetë, asnjëherë nuk ka qenë, mendja jeme nuk u kone e gachme dhe me thonë që pe kryna dhe si vjetë ose vitin ashëm, kështu që shpresoj që këmë vazhdu kështu dhe disa vite.